Ta të cilët i kanë bërë kufër Allahut. Qoftë munafiqët, qoftë që fotët, qoftë kur do qoftë ateistët, komunistët, dhe në këtë zaman, dhe në kiamet, dhe kanë pengue për hapjen e fjalës së Allahut. Sepse ka qëfarë sa të dush, që sy interesan asë bardha se zeza. Për asë një fej, asë një për këtë gjithë zotit heq. Që ndash quajt ateistë, ndash quajt qatë feneve që është, këtu i shtohet edhe diçka. Më hojnë parimet e islamit, bëjnë kofër, por edhe e pengojnë përpisjen janë dalë hovin islamit. Sikurse me kaset, që përpos që luftën pejgamberin, u mundonin me ndalë hovin islamit. Të njëjtën gjë në Medinë, të njëjtën gjë sot, edhe këtë dakje. Njerëzit, sa të dushki, le që e kanë përzgjedhur kufrin për vetën e vet, por 24 me mujt edhe gjumin, kur ta bëjnë, e shfrytëzojnë edhe gjumin me luftu islamin dhe me i pengu musliman për mos me përqafu islamin. A ka që ashtu sa të dush. E Allahu për ta pëthë vëshakur Rasul dhe kundrështojnë edhe Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e luftojnë, e akuzojnë, e fyjnë, e rëndojnë, forma të ndryshme. Në atë zaman kur kanë gjallaj psiqike, fizike të tjerë, ndërsa këtë sotët në formën fizike nuk ka mundësia psiqike sepse ai ka vdekur alaihi salatu wassalam, por personalitetin e tina, e njollosin, sënetin e tina, e kundrështojnë, edhe kështu me radhë, e luftojnë rrugën e tina, programin e tina. Krejt këtë luft ata, këtë kufër dhe këtë luft kundër islamit, kundër pejgamberit, kundër muslimanëve dhe përpjekje për ta ndalur hovin e islamit e bëjnë pasi që të u jetë sqaruar atyne el huda udhëzimi. Asa kuptoj shqiptarët e tuet mishta kosovar që dinë islam është haka, pa qyse kuptoj. U është sqaruar hidajeti, por e përzgjedhin vetë rrugën e drejtë që të mallkuar. Për ata po thot Allahu la yadurrullahi shay'a. Krejt këta, me këtë kufër tyre, me këtë fyri që ja bëjnë pejgamberit, me këtë injorim luftë që ja bëjnë muslimanëve, krejt këta, me këtë mund të tyre gjigant madh që bëjnë, asgjë dëm Allahut nuk i bëjnë. Që si bëjnë. Për ata Allahu ka thonë në hadith qudsi, që hadith është i gjatë në Sahih Muslim. O, jo rabë të mi, ju nuk do të arrini dëtë të me bëni dëmua, dëmi juaj, kësia ti juaj, kufri, shirkua, krejt që ka të qoftë, nuk arrin të unë e lartë më bëmë më dëmë. Po edhe dobite pun të hajrit juja që i bëni ju. Po edhe ato nuk arrin të konë e lartë më bëmë dobi. Qëfar dobi e ka Allahu për namazit tonë, e për agjerimit tonë, e për dinit tonë, e për sadakas tonë, e për sabrit tonë, e për falënderimit tonë, e për humanizmit tonë dhe vlerave tonë që kemi ne si njerëz, ata që i kanë dhe i përhapin. Qëfar përfiton i madhi Allah, kërse ajo është i panvarur, absolut, ka qenë i tilë para se të krijoj gjithë shka dhe është i tilë edhe pasi ka krijuar, çka ka krijuar dhe do të jetë i tilë pasi të shkatërat çdo gjë te bareke ve taala. Ya ibadi, o ju Rabb të bi, innakum lan tablughu darri fatadurruni. Ju nuk do të arrini të më bëni mua dëm juaj nuk arrin tek unë. Po dhe dëbia juaj nuk arrin të unë. O, ju njerëz, po kanë për luftan ti, po kanë për kundërshtan ti, po kundër kujna jenë ngriti, o insan, a prejk kokën tënde, a prejk mendjen tënde, a heq kur s'nalesh me u kujtu la ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فلندريم تماضن الله تبارك وتعالى që shi për këtë lartë madhërisë të ti, salavat dhe selam e dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, familjes të ti, shokëve të ti dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanave të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën atij burrë të madh derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, jemi edhe me tej në surat Muhammed. Ku i madhi Allah Azza wa Jall, pasi që folin ajetet e lartë përmendura për munafikët, në njërin mendim apo për që fotet në mendimin tjetër, të cilët pasi kuptuan argumentet e Allahut, të kuptuan hakun, refuzuan të pasojnë, të tërheqën dhe vazhduan në kufër dhe në shirk. Ceku, pasi që urdhëre ata që ta meditojnë Kur'anin, argumentet qellore, refuzuan. Më pas, i kërsnë e randë se të mirët ata të mirët, ata dhe të tjerë që vinë pas tyre deri në kiamet, e që nxenë vdekja si jo musliman, sepse do të vuajnë shumë duke dhënë shpirtin e tyre, ku do t'i torturojnë me lachet gjatë nxirrjes së shpirtave të tyre. Në vazhdim, edhe me tej Allahu flet për munafikët, të cilët të përpiqnin të silleshin apo të vepronin apo të bashkëpunonin me muslimanët me dy fytyra, duke harruar se i madhi Zot u adin se çfarë ka në zemrat e tyre. Dhe u aqet ato kur të dëmë të bareke wa ta'ala.
Ata mund t'jam shefin njerëzve, pas mund t'jam shefin Allahut, në fakin, dëftërsin, kufrin, shirkën, s'mund t'jam shefin Allahut. Pastaj Allahu të regon se do të spravoj ata njerëz në përgjithësi muslimanët. E në mesin e tyne dhe munafiqët që po shitën se në musliman, me sprova të randa, se gjihad dhe të tjera, punë të tjera. E pastaj në punë të randa kuptohet kështë ka për i madhe, kështë ka për mahi. Me pas, i madhi Allah, u a bërë me dhja atyre, dhe të tjere që ndjekin rrugën e tyre, duke mohuar Allahun me pejgamberin e tij, duke mohuar vlerat qiellore, duke luftuar Islamin dhe muslimanët, se asë gjë të keq që Zotit s'mund t'i bëj. Për veti kam. Asë gjë të keq që Zotit s'mund t'i bëj. Pastaj, Allahu i urdhëron muslimanët që t'jenë të kujdesshëm. Muslimanët do t'jenë të kujdesshëm dinin e tyne, në dëgjueshmërin, itatin, ndaj të madhit Allah dhe pejgamberit e tij sallallahu alaihi wasallam, për ndryshe ka mundësinë se shkelin këto parime, nëse bëjnë harame, ka mundësi që punët e mira që fshihen. La ilaha illallah. Dhe në fund krejt, i madhi Allah azza wa jall e urdhëron dhe inkurajon muslimanët që mos të dorëzohen para të tjerëve, sepse kanë Allahun me vete. E Allahu është me ta. E kur Zoti me dikë, dihet me kanë fitoria. Pra kemi disa ajete të cilat janë shumë të rëndësishme. E këtë Kur'an është të rëndësishëm, por disa ajete neve na hynë në udhë më shumë, na prekin zemrat tona më shumë. Andaj do të kushtoj më shumë vëmendje. Shkojmë tani tek ajeti i parë, e që është ajeti 29, i kësaj pjese të këtyre ajeteve, këtij fragmenti, dhe themi mas a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Am hasiba alladhina fi qulubihim maradun an la yukhrija Allahu adghanahum. A menduan ata të cilët zemrat e tyre kanë të sëmuara me nifak, me hipokrizi, me dëshim në argumente qellore, pra kanë kufër, por e mshefin. A menduan ata munafik, të cilët shoqërohen me musliman, gjithmonë deri në këtë dakik. Gjithmonë ka pas munafik. Prej këtu për herë të parë, kur janë shfaqur në Medinë, Mekë s'pat munafik. S'pat. Dhe subhanallah, Allahu nuk të qënë të në belat. Gjitha të hujtje që kishin për me kazve, po bilar armisht mranë shumë, munafik nuk kishin. Dihe mirë kush është i bardh, kush është i zi, kush është mek, kush është armek, kush është musliman, kush është mushrik. Dihej. Në Medinë, ndryshej situata, ndryshej gjendja. Në fillim, po ishin mushrikët, por pas luftës së Uhudit e panë që musliman përshkojnë për pjetë, andaj thani lëkina kartën tjetër, që në rëftyrën kartës tjetër, dhe në bje tamam. E thëjmë shahadetin me goj, përzihme musliman, dhe në gjamia se kemë problem me hy, ama në zemrat tona, në ata që jemë, së ndryshojna. Në mënyrë që ku të na bjenë mirë, përfitojmë për muslimanve. Ku të na bjenë mirë, përfitojmë për qëfotve atje. Ku të na bjenë mirë, përfitojmë për paganve atje mushrikve. Qysh na bjenë i graho. Dhe kjo është ai loja, slogani
e munafikëve deri në kiamet. Kur për jetë për ta kesh nuk është. Ja. Ndashtë në rrët pushteti, ndashtë rrët lideri, ndashtë rrët partia, ndashtë rrët feja, hiç se problem për ta. Me ta në bojnë ata. Sepse qëllimi është me përfituar në dunia. Se kanë dërt për ahiret, për dinë, për amelet mira, as për vatan, as për fe, as për kuq. As kem qasin as ada. Pe vallahi tre negat, masi vagana që kanë pas për para, me ka 40-50 vagana, nuk ti në zendë të tonë. Jo më qëfarë, do të shumë të rina me pas. Bile dru pak jesit, që frazët krejt. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kurani ka zbrit në të kohë, por edhe për këtë kohë, edhe për çdo kohë. Pra thëtë Allahu, a mënduan ata të cilët në zemrat e tyre kanë marad, kanë sëmundje në nifakut, të kufrit dhe shirkut, se Allahu nuk u nxjerr zilin, gjelëzin, urrejtjen, keqadashin, armiqësin e ty në kundër muslimanëve që ka. Pra ata me mujt e zhduknin pejgamberin, me mujt e zhduknin e Bekrin, Omerin dhe Islamin krejt e muslimanët e Kur'an, me mujt. As të tërë armitësia e tyne nuk ishte me vogël sësë armitësia e Bëgjehlet e Lehebit e mekazve të tjerë që ishin Mekë. As të tërë ishte me vogël. Vetëm se ata haptazik, ta mshiftas. E Allah pa thot, a nuk kanë frikë ata, a mendojnë ata se Allahu aman më sheft. Dhe nuk ka mundësi me alqita. Pra nëse pa arrin me mashtru Muhammedin, e Bekrin, Omerin, e filan që janë njerëz, pa ata nuk arrin me mashtru të madhen Allah. Për ata thot në vazhdim në ajetin tjetër. Walau nasha'u la araynakahum fala araftahum bisimahum. Sikur të dënim ne, do të kishëm shfaqur, do të kishëm qitur në pah, në shashanjat e tyre. Qysh dush kuptoj shanjat e tyre? Ndashën bol janë gjithë Allah në shaj që kjo është munafik dhe krej dynjaja i kupton që në munafika në kryetyre pejgamberi. Qëfar dëshaje u aqën i madhi Allah? Po të dënë të Allahu, mjafqit atë urrejtje që kanë mrena në zemër, atë një fak, do të kështë e qitur në pa dhe kështë vrejtje me shenjat e tyre. Me të cilat dallohen, që kjo është kaur, kjo e munafik, kush e ka këtë që e munafik. Pse se bëheni Allahu kështu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, sa i mshirshëm është i madhi Allah edhe ndaj munafik dhe armiqve tina. Sa i mshirshëm është Allahu edhe ndaj armiqve tina. Këta armiq të përbetuar të Allahut, këta armiq të përbetuar të Resulullahit, sallallahu aleyhi wasallam, këta armiq të përbetuar të Koran dhe të Islamit, mesazhit qellor, megjithatë Allahun nuk javçet në pa. E pse? Sepse Allahu i madhruar don të sillet të veprojë parimin e tina, të mshiroj njerëzit mirë dhe të këqit. Pastaj, çështja e nifakut, e kufrit, e shirkut, e imanit është çështja e zemrës. Zemra i përket vetëm Allahut. Allahu nuk dën mjav treguar njerëzve se çfarë ka filanin zemrën e vet. Ai i përket vetëm të madhit Allah Azza wa Jall dhe as kujt tjetër. Pastaj po ashtu Allahu ka bërë ligj që njerëzve të ruaj për ahiret shumicën e punëve të tyre. Le të vazhdojnë këtë dynja nash, sepse këtë dynja është për të mirë dhe për të këqij, për të bardhë dhe për të zi, për muslimane, për njerëz mirë, për njerëz, për të gjitha këtë dynja nash. Rahmet për ta në këtë dynja. Rahmet për ta sepse Allahu vetë se ka thonë Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Andaj i mshiran rëbtë tina. Ula ta'rifannahum fi lahnil qawli. Pra Allahu thot po të dënim, do të shëmësit në pah në shesh. Por nuk e bëm. E bëri për disa, nuk e bëri për krejt.
Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I njefte disa munafikë dhe me kryesorët dhe thonte Hudhaifës, shënoje amotin zatirëve, shënoje se filani munafik, shënoje se filani munafik, shënoje se filani munafik. Allahu I tregoi pejgamberit për disa, por ju për të gjithë. Dhe ishte me mojë pëshef. Po thot Allahu në vazhdim. Wala ta'rifannahum fi lahnil qawli. Ani pse Allahu nuk shfaq aty në shenja, alamete, me të cilat krejt njerëzit I njohin këta munafika, megjithatë Allahu ka bërë që munafiket të njihen nëpërmjet të folurit të tyre. Pra mos e vetë, se të kallëzën vetë. Allahu ka bërë që ti o Muhammed, le ta'rifannahum fi lahnil qawl, ti o Muhammed, kemi njohë për dhe sahabë të tjerë. Kemi njohë ata munafik, të cilët po përzihen me ju, e po dalin saft parë, e po dalin të funin xhami, e po vinë parë në xhami dhe. Kemi njohë nëpërmjet të folurit të tyre. Shprehjet e tyre, la ilaha illallah. Kemi kuptu cëllë munafik dhe cëllë ju, kanë kuptu edhe musliman. Subhanallah, sa mshëshëm është Allahu, dhe sa I drejtë është Allahu. Njerëzve keqadashës, veçanti këtyre që mshefet këtë urrejtë, këtë qadashje, këtë hipokrizi. Në njërën apo formën tjetër, u aqet Allah, dhe njerëz të marrin vesh. Njerëz të marrin vesh. Nuk janë 100% të sigurt se kanë hapë zemrën njeriut, por njerëzit gati nuk dyshojnë. Filania, ai ish munafik. Qëtë zotit ba. Ose filania, ta nuk shef se me mujtën shkatran Islamet dhe muslimanët, anë pse deklarohet që musliman apo her flet mirë për Islamin. Osmani radiallahu anhu ka thanë, nuk ka njeri që fshih diçka, e që Allahu mos t'ja shfaqe në fytyrën e tina dhe në fjalët e tina. La ilaha illallah, nuk ka njeri që fshih diçka kundër Islamit dhe muslimanëve, e që Allahu mos t'ja shfaqe fytyrën e tina dhe në fjalët e tij. Për atë arsye muslimani e njeh tjetrin edhe hala pa fol. E tani kur flet, thot, mdol qysh me nova për te. Tani dashit telepatia saj, dashit qysh, dush të jam në gjithja. Të jam qysh dush në gjithja. Qysh dush. Ja qëtë Allahu në ftyrat e tyre edhe në fjalët e tyre. Enesi radiallahu anhu ka thamë, pas britjes e këtij ajeti koranor, asnjë munafik nuk ka mund të t'i fshifet pejgamberi sepse njofti me fjalët e tina. Sa Allahu tha, kemi njoft nëpërmjet fjalëve të tyre. Po disa I tregojnë me emra, disa jo, disa nëpërmjet fjalëve kemi njofti. Për ata tani sahabët të friksejshin mas andej, se mas pa flasëm na, mas kem na I tronë e faki dhe na nuk I dim ku për neve, andaj e kërëgjeshin vetë vetën, o zoti jonë, mos ta bë për vini munafikave ja Rabbi. Vetë besej tërgimin e dini, ku Omeri bëni be Hudhaifës. Poshtë madhin Allah, Hudhaifja listën munafikëve. Tregëm, a jem në listën munafikëve. Sepse Allah pa thot ja qëtë nëpërmjet fjalëve. Pra, nuk I tregon tonë me emra. Poshtë madhin Allah, a mos është emrihim në mesin e listës së munafikëve. Hudhaifja tha, pasha Allahu nuk I dhe kur kuj masteni ka kallëzej mu. Unë vetit I dhe I pari dhe mu në dynjat kuj si kallëzej. Morë vesh? Nuk e kam në listin këtu me morë vesh këtë dyjaja. Mu më ka besu Resulullah dhe o krya e pun. Pse më vetë, pse më bën e be? Nejse, pra sahabët kanë pas frikë nga nifaku. Allahu na ruajt. Wallahu ya'lamu a'malikum. I kuptuam, si kuptuam ne munafiqët,
në atë zaman këtë pejgamberit, në zamanin tonë, sa Allahu u adin aty në veprat e tyne. Pra adin Allah ato ameli që kanë ata, namazin e gjihadin atje, ku ta dijun atje, agjerimin e mëdolë sa parës, e pun tjera, sadaka tjera. E din Allah, a i ka për hatër Zotit, a i ka për sy e faqe. Fundja, para ti kanë me dalë dhe a i ka me i logarit se cilin veç e veç. Pastaj Allahu thot në vazhdim se do të sprovoj njerëz, musliman të krejt, e për ty në dhe munafik që mes prova ta me dalë, më të rëgu kush e munafik dhe kush nuk e munafik, edhe nëse nuk e ka emnin në listë atyre. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Ne kemi për t'ju sprovuar juve krejt si musliman me sprova të ndryshme, me farze, deri tek gjihadi që është më i randi. Hatta na'lem al-mujahidin minkum was-sabirin. Në mënyrë që ne ta kuptojmë mirë se kush është për juve mujahid dhe kush është sabërli. Gjihadi ran, pra lehtë është në terën me thonë se jem musliman dhe jem burri mirë. Ama kur frynë flla dhe ftëft pastaj, tani mu i mshelit goja njerëzve, ju dridhen buz në fol njerëzve. Edhe thujnë valla zhegt, në surë Tobe, Allahu ka cek ajete plot, ku atje ka përshtruar munafikët. Kur tha Allahu, keni kuptu me gjuhën e tyne, fojrët e tyne, kjo është. Për surë Tobe që ka cek Allahu në detaje, ja Rasulullah, me arën të buk atjen, të buk 700 km, vape madhe, fukarallak i madhe, zhegt, gushti, temperatura 50 për pjetë. E ku ha më pjekur, me thja Rasulullah, je zheg atje, je s'ka kush këtese për të mije, je bërë kam një gru që aty më dhimet e kam do fëmije, më mënu me gjetë, justifikim me ikë për gjihadit. E Allah po thot, ne këna me spërvu ju, apo për të dënë që një burrat mirë, po mirë, ne kene edhe mënyra tjera, ne o legjitimojmë juve gjihadin, ju urdhërojmë me bëjt gjihad, e pastaj dihet atë kush është munafikë, shkan munafikin, gjihad, prijet. Sa të ka me dek, s'ka qokolada aty. Aty ka që kanë kryta, që kanë dora, që kanë kama, andaj nuk shkan munafikin gjihad kur prijet. Më shku me liftuaj? Ja, më qfarë. Thot ma mirë të më dalë një faki për parë ta marrën është njerëzit, e të pshrej se sa më shku me dek atje une. E Allah po thot, tani me këtë sprova, gjihadi, po edhe namazi, po edhe të tjerat. Se namaz sabahit, munafik nuk dilë që namaz sabahut. Rallë herë kur. Për ata pejgamber kanë atje athqalu salat ala al-munafiqin salatu al-fajr wa salatu al-isha. Namazi më i randë për munafiqët ishte namazi sabahut dhe namazi yasis. Më i randë për shkak të gjumit. Dhe ishte errësirë tërë, s'kishte dritë. Dhe tha sabah më kush po shek me kush në sabah. Po kush po të shenja citin, gati gjysnatë, kush hini, kush dul. Andaj s'ki nevojë me shku se nuk vren kërkush, qa me bën drekin i qini. Dhe deri dikon akshëm që të shohin të hije, e thëjmë se s'ke në gjami, s'pun e mshif, se në sabah një atësi. Por nga një herë për friget dilshen. Pejgamberi për namazi më i randë, është për munafiket, është sabahu dhe atësia. A më kënë mënyrën direkte të dashurit të mi, do të na prek neve që të fort, dhe na prek që të edhe ma fort. Sepse ne nëse nuk qohë me falë sabah, dhe nëse kem gjami nga të nuk dalëm, kujtone këtë hadith, dhe se kujtone këtë atë koranor, ne i dy të sprovojmë juve me gjihad dhe me punë të tjera, farze tjera. Në mënyrë që ta kuptojmë se kush është i bardhë, kush e zi, kush e për i me, kush e ka për mahi, kush e ka për sifatsi, kush është sinqert, kush nuk është sinqert, kush është miki Allahut, kush është miki shejtanit, kanë me kuptu këtë sene, jo që nuk i di Allahu, la ilaha illallah, por njerëzit me marrë vesh. Me marrë vesh njerëzit, andaj do të del sabërlijan pa, do të del dorimtarin pa, do të del mujahidin pa, ai që është për hir të Zotit, ja për hir të Zotit, vepron për hir të Zotit, jeton për hir të Zotit, wal nabluwa akhbarakum, do të t'ja qesëm në pa amelet e juve ju njerëz. Në mënyrë që me gjikullë një tjetër, në me ditë që pastaj ku keni vendin, edhe vetë, sepse Allahu nuk ka nevojë
për me bëna një vepër e me ditë Allah që e bënë veprën. Allahu e din para se më na sprovu, për sprovat janë argument për ne dhe kundër nesh. Jo për Zotin, për neve vetë, për neve njerëzve. Për neve njerëzve. Sepse nëse ke bëni haram, që e thu Zotit? E kam po haram. Po e bënë robi jam, po e bëna. Andaj du të pagu, nëse s'ta falë. Dhe ke po farzin, për ty e Zotit jam e bëna. Me amele, me vepra, del në pahburin mirë dhe puri keq. Këtu e ligjët Zotit për këtë dynja, për njerëzit e për madhërinë e tina. Sa i dhe njerëzit ende pa i kriju, dhe dynja ende para se me kriju dynja dhe qka kanë te, Allah e ka ditë. Se kush ka me hynë gjenet, që është nga dirë të vërtet, dhe ka ditë se kush ka me hynë gjehnem. Dhe se se lepi nesh, është i shënuar, i caktuar është. A është pe gjenet live, a është i gjehnem live. Nuk e dim, a më vene kemë caktuar atë. Në dijen e Zotit. Në dijen e Allahut, ne kemë vendin e caktuar ku kome në qërbonës. Allahu në më shëruft. Pas kësaj në i madhi Allah të bareke wa ta'ala të reganë se këta manafik me amelet e tyne, me veprat e tyne, pa dhe këtë dëshmën të tjerë të dinit. Ko është do qofshen ata, ko është do qofshen ata, në çdo kohë dhe çdo vend. Anë çdo të keq Allah si bojnë. Nëse mendojnë që i bojnë Allahu të keq. Nëse ai që ndron fenë, del pe fesë, mendon se bën Allahu të keq, do ta ndron për ditë kur fenë mos çet. Dhe ta ndron këtë dynjaja. Fat Allahu. Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillah وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. Ata të cilët i kanë bërë kufër Allahut. Qof munafiqët, qof që fotet, qof do qoftë ateistët, komunistët, dhe në këtë zaman, dhe në kiamet. Ata të cilët kanë bërë kufër Allahut. وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Dhe kanë pengue për hapjen e fjallës së Allahut. Sepse ka që farë sa të dush, që si interesan asë bardha se zeza. Për asë një fej, asë një për këtë gjithë Zotit heq. Që ndash quajt ateiste, ndash quajt që atë fejneve që është, këtu i shtohet edhe diqka. Më hojnë parimet e islamit, bëjnë kofër, por edhe e pengojnë, përpisjen janë dalë hovin islamit, sikurse me kaset, që përpos që luftën pejgamberin, u mundonin me ndalë hovin islamit, të njëjtën gjë në Medinë, të njëjtën gjë sot, edhe këtë dakik, edhe sot. Njerëzit, sa të dushki, le që e kanë përzgjedhur kufrin për vetë vetën e vetë, por 24 me mujtë edhe gjumin, kur ta bëjnë, e shfrytëzojnë edhe gjumin me luftu islamin dhe me i pengu musliman për mas me përqafu islamin. A ka që ashtu sa të ndush. E Allahu për ta pëthë vëshakur Rasul dhe kundrështojnë edhe Muhammedin. Sallallahu alaihi wasallam, e luftojnë, e akuzojnë, e fyjnë, e rëndojnë, forma të ndryshme. Në atë zaman kërë kanë gjallaj psiqike, fizike të tjerë, ndërsa këtë sotët në formën fizike nuk kamën si psiqike pësa i ka vdekur alaihi salatu wassalam, por personalitetin e tina, e njëllosin, sënetin e tina, e kundërshtojnë, edhe kështu më radhe, luftojnë rrugën e tina, programin e tina. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Krejt këtë luft ata, këtë kufër dhe këtë luft kundër islamit, kundër pejgamberit, kundër muslimanëve dhe përpjekje për ta ndalur hovën e islamit e bëjnë pasi që të u jetë sqaruar atyne el huda udhëzimi. Asa kuptoj shqiptarët e tuet mishta kosovarët që dinë islam është haka? Pa që se kuptoj. U është qaruar. Hidajeti. Por e përzgjedhin vetë rrugën e drejtë që të mallkuar.
Për ata për thëtë Allahu lej edhurrullahi shej'a. Krejt këta, me këtë kufër tyre, me këtë fyri që a bëjnë pejgamberit, me këtë injorim, luft që a bëjnë muslimanëve, krejt këta, me këtë mund të tyre, gjigant madh që bëjnë, asë gjë dëm Allahut nuk i bëjnë. Që se bëjnë. Për ata Allahu ka thonë në hadith qudsi, që hadith është i gjatë në Sahih Muslim, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam mësira është, ja ibadi, innakum lan tablughu darri fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. O, ju rab të mi, këtë janë fjallë të Allahut, në kuptim të fjallë të pejgamberit. Pa pejgamberi thëtë me fjallë të vetë, amu kuptimi është i Allahut, fjallë të Zotit, për Zotit. O, ju rab të mi, ju nuk do të arrini dëtë të me bënit dëmua, dëmi juaj, kësia të juaj, kufri, shirkua, krejt që ka të qoftë, nuk arrin të unë lartë më 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 dëmë. Po edhe dobit e pun të hajrit juja që i bërni ju, po edhe ato nuk arrin të kone lartë më bëmu dobi, qëfar dobi e ka Allah për namazit ton, e për agjerimit ton, e për dinit ton, e për sadakas ton, e për sabrit ton, e për falënderimit ton, e për humanizmit ton dhe vlerave tona që kemi ne si njerëz, ata që i kanë dhe i përhapin, qëfar përfiton i madhi Allah, kërse ajo është i panvarur, absolut, ka qenë i tilë para se të kryoj gjithë shka dhe është i tilë edhe pasi ka kryuar, qka ka kryuar dhe dhe tjetë i tilë pasi të shkatërat gjithë gjë të bareke o ta'ala. Ja ibadi, o ju rab të bi, innakum lan tablughu darri fatadurruni, ju nuk do të arrini të me bëni mua dëmi juaj nuk arrin të unë, po dhe dëbia juaj nuk arrin të unë, o, ju njerëz, po kanë për luftën të, po kanë për kundërshtan të, po kundër kujna i ngriti, o, insan, a prejk kokën tënde, a prejk mendjen tënde, a heq kur s'nalesh me o kujtu, la ilaha illallah. Pra Allahu i madhruar, thët, ata të cilët kanë bë kufër, bojnë që mos me ndalue për hapjen e islamit. Ngjajshme të është ajeti e surës Taube, edhe në falë, inë alladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ata të cilët kanë bërë kufër, kanë me dhonë shumë, kanë me bë çmos, edhe materialisht, se lemo me mundë, dhe me forcat e tjera që kanë, por edhe nga në material nuk kanë me kursy pasurin për me pengur rrugën e Zotit. Kjo në kohën e Mekë, la ilaha illallah, karavanën e Ebu Sufjanit që ishte krerër e karavanit, kryesori i karavanit, që ishin pjesëmarrës në kallabllak tregtarësh me kasë, mas luftës së Bedrit, që ka vendos krej qatë pasuri me shfrytëzu në pregaditje për hakmarrje kundër muslimanëve, për humbje në pësuar në Bedr. Dhe sa tjerat pasuri kanë dhanë me luftu dinën e Zotit atëherë. E që ka ndryshu sot? Asa, vetëm se format janë ndryshuar, mënyrat janë ndryshuar, për ta penguar për hapjen e islamit. Mrekulli kuranore. Fase yunfikunaha, ata kanë me dhanë, pra apo japin, kanë me dhanë, atëherë ka thonë kanë me dhanë, që sot po japin. Thumë të kunu alejhim hasratan, pastaj kanë kthi kundër tyre. Thumë yuglibun, pastaj kanë më mund. Thumë ila jahannam, walladhina kafaru li jahannam yuhsharun. Dhe krejt ata që kanë bërë kufër, në xhenem kanë më mbledh më tu. E çaj bën Zoti dëm? Asnjë. Krejt për kryt vetë. Sin e pështell e mshak krejt vetë. A nalen islamin? A e pengua? A arritën me bloku, me zhduk islamin? A arritën me ndryshu Kur'anin? Pse më në zëknale me meditu këtë madhështit sa i feje?
Po s'mund është Allah, të mund të mbëtësh një individ, 10, 100, nashta 1 milion, nashta mos nëse 1 milion, nashta me miliona, si që kanë bërë tatarët e të krishterët e të tjerë. Mund të krijash kaos në një shoqëri që kanë krijuar fuqi të ndryshme, gjatë gjeneratave të ndryshme, por mund të bësh musliman të jenë shumë të dobët, të jenë shërptorë, sklavë, të pa zat, pa takat, pa kry, po këtë këtu po. Por Islamin harroje. Dhe këtë këtu me letë Zotit, për gjenerat të muslimanë dhe sprovë. Por bëshduk Islamin harroje. Sepse është garancë për të madhit të Allah. Pra Allahu, këthejme të kajeti koranor, thëtë ata me këtë përfjekje tyne, me këtë kufër tyre, me këtë hipokrizi munafiklok, asë gjithdam Allahot nuk i bëjnë. Wase yuhbitu a'malahum, e Allahu ka për të arrënuar atyre punë të mira të cilat i kanë bërë sa kanë qenë në këtë dynja. Kjo është edhe një argument shtesë për pas 10 jetëve koranore që të regojnë se njerëzit mund të bëjnë amelet mira, veprat mira në këtë dynja. Të fillu nga familja e tina, respekt ndaj babës e nanës, fëmijëve të vetë, deri të këshqitë, vllaznillake, deri të fukarat, deri të i shërben shtetit e vatanit e hajtë. Mund. Askush në dynjat nuk për thëtë që njerëzit nuk bojnë mirë. Jështë kësa të thonë. Por është të thonë, se ka thonë Allahu jonë dhe i gjithësisë, që ato të mira që i bojnë njerëzit, përballë kufrët dhe shirkut që i bojnë ata, rafsh me tokë ja banë Allahu. Ua asë gjësën. Wa se yuhbitu a'malahum, dhe Allahu ka për të arrënuar atyre veprat e tyre. Kjo punë është e kryer. Për shkak të kufrit dhe shirkut të tyre. E që për këtë kemi folur shumë herë më parë. Allahu në vazhdim, Tebareke ve Teala, u drejtohet musliman ilal munafik, u drejtohet musliman me thotë ju musliman, keni kujdes. Fort keni kujdes. Dhe thotë, ja ejuhalladhina amanu, ati'u Allaha wa ati'u Rasul. O, jo musliman, që keni besuar Zotin hak, jo me dëftërsi, hipokrizi, e syefaqësi, ju të cilët e keni besuar Zotin hak, Tebareke ve Teala. Pejgamberin hak, Koranin hak, Islamin hak, ati'u Allah, bëni itaat Allahut dhe pejgamberit të tij. Itaat, dëgjojeni dhe zbatojeni. Kur të urdhërojnë Allah pejgamberit i me kry diçka, nuk e qa më kujtu atë, nuk e qa më matë atë, të apo dëshën atë qka. Shpejtonin kryrjen e farzeve të Zotit, besoni dhe më njerë shkonin praktik. Që këna më lodhë në për Ramazan, a në karaverës atë dimnit, a dita gata shkurt. A më kujtuna një hap para, një hap mrapa, ata gjërojmë si vjetë, atë presëm dhe gjithë Ramazanin ftoftën fladën dime. Zbat ke pun laftë të musliman derin kiamet. Atë kujtohemi një tash 2-3 herë kër djenë sabahu më falë në ora 4 në ora 3. Me thanë nuk më i muqu kur përijet. Ty vërën kam qka i bëj, kur që janë me shku në punë, kanë 7-8, për falë në qatë herë, Zotë e ka rahmetin e madhë, dhe i kur, deri dhe dine. E tani falë në. Zbata e punë të musliman. Nuk bata e punë të musliman. Pra kryni farzët, o ju musliman, urdhrat e Allahut bëni itaat. Itaat është me shku për peni. E përdorim plesh këtë fjallë itaat, për ata pëtsekën qëllimisht, thëjnë gruja dhe të më bëj itaat burrit. Qashtu është? Burrit më bëj itaat nanës e babës. Qashtu është? Musliman dhe më bëj itaat Allahut dhe pejgamberit e tij. Qashtu është? Krejtu me Koran janë. Itaat. Itaat është dëgjueshmëri e përkryer, dëgjueshmëri maksimale. Sikur sa ta farë shërptorë të mbretërve, pashallarve, a hela për e thanurë kë o bazët një si urdhërani shpejt.
A ke bardha zjaja, s'lodhet aj. Që është i tatë. E Allah pa të ojo musliman, që këni besu Zotin hak. Dhe pejgamberin që besu hak Rasulullah. Atiyu Allah wa atiyu Rasule. Bëni tatë Rasulullah, bëni tatë Allah dhe Rasulullah. Kryeni farzet. Kryeni farzet, urët e pejgamberit dhe largojni dhe harameve. Wala tubtilu a'malakum. Ama ruani dhe mos i rënëni punët e juaja. Ruanu e mos i rënëni punët e juve. Kja mos i rënëni punët e juve. O ju musliman, dëgjojeni Allahun, pejgamberin, pra bëni veprat mira, mos bëni të këqija, dhe në fund të ajetit, mos i rënëni, mos i çani poshtë veprat e mira që i bëni. Mos ja hopni sevapin, shpërblimin veprave të mira që i bëni. E që i bie kja tash. Imam Taberiu e Hasan ibn Kathiri thonë se qëllimi i ajetit është: o ju musliman, o ju musliman, që dëni Allahun hak, pejgamberin hak. Jeni ta musliman. Nga brenda, bëni edhe nga jashtë musliman. Nga brenda me iman, me bindje, nga jashtë me amile. O ju musliman, runu e bëni një fak, e bëni veprat një fakut, e të kufrit, e ju hupin juve amelet e mira, që i keni bërë 30, 60, 70, 90 vjetë, e sa të qërë. Allahu na ruaj ja Rabbi. Kjo në këtë kuptim qetëson. Ama shumë ulema të tjerë janë dalë këtu më gjatë. Sepse ajeti që thëtë Kurtubiu, ajeti sinjalizon se punët e mira mund të fshihen nëse bën gjunahe. Ajeti sinjalizon se punët e mira mund të fshihen, të hupen sevapet nëse bën gjunahe. Imam Taberiu, për ajeteve më të ndihshme është kjo ajet që lexon muslimani, për ata është më rëndësishme na me fokusu pak. Sepse ne mund të mendojmë që jemi burra të mirë, dhe mund të mendojmë që kem punu amele të mira, ama ja se qysh kanë pas frikë muslimanët krye me sahabët. Sepse kësë mundësia. Imam Taberiu, Allah pas më shëruar, tregon nga Katade, se ka thonë, kush në këtë ajet koranor, kush mundet që mos të rënej punët e mira, me punët këqija, le ta bëj atë, wala hawla wala quwwata illa billah, sepse se kurse që e mira fshin të keqen, edhe keqja fshin të mira. Edhe se parasysh mirën amelet e fundit me të cilat vdes robi me to. Innama al-a'malu bil-khawatim. Katade. Ai që ka mundësi le të bëj që mas pa mundërën me i rujt, njëherë me i bak tani me i rujt, me i bak e pjesa para jetit, ke fund e jetit me i rujt amelet e mira, për mos me i rënuar, sepse sikurse, për mos me i rënuar me amelet këqija, sepse sikurse që e mira e fshin të keqen, edhe keqja të fshin të mire. Ebu Aliye ka thonë të kjo ajet koranor. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mendoni se
ai që ka imanin, që ka fjallën la ilaha illallah besimtar, as një vepër gjëna nuk e dëmton imanin. Po ashtu me ndonin se as ai që ka shirkun, që është mushrik, as një vepër e mirë si ndihmon atina. Të para se dëmton, të dyta se ndihmon. Derisa zbriti ky ajet kuranor, wala tubtilu a'malakum, dhe mos e rranani punët e juaja, e atëherë filluan të kenë frikë shumë sahabët se mos vallë me gjunahet më dha, po i humbim se vapet e punëve të mëdha që i bajna. Wala hawla wala quwwata illa billah, e dalën para të madhit Allah, as gjëmërit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, për ata robi në ka të sigur këtë që. Dhe i del para Zotit. As në gjasë ka të sigur. Nëse është kështu, vaj halli e vaj medeti. Gjënahat e mëdha, mi t'i fshi se vapet ameleve të mirë me të mirët. Sahabën tot në atë zaman, e lejnë atë shkretit në këtë zaman. Kurtubiju thot, Muqatili ka thonë, thot Allah Azza wa Jall, kuptim të ajetet, këtë ajet kuranor, nëse ju nuk respekton edhe Allahun, Allah dhe pejgamberin e tina, dijeni se kam ju rënu punët e juaja. Tek fjallë Allahut, mos e rrani punët e ju, mos e rrani punët e juaja, ulemat kanë diskutuar me çka rranohen punët. Thash se mbas Taberiut ibn Kathirit me nifaq. Që kufër. O musliman, o ju musliman, rrujnë nifaqut. Sepse të rrënën punët e mira. Kështu ka thonë edhe ata. El Kelbi thët, mësë rrënën punët e ju të mira, mësë e faqësi. O Zoti. E që quat shirk i vogël kë. Dhe dëgjojeni, bëni itaat Allah dhe pejgamberi i tij dhe mos e rrënani, mos e presh punë të mira, mos e faqësi. Mos e bëvre për hir të njerëzve punë. Mos e bë për se faqësi se rrënove shpërblimin e humbe. Hasan Basri ju thot, mos e rrënani punët e mira me gjunahet më dha që se ka më lartë. Ibn Atiyya, Allahu e pas më shëruar, e që dhe qysh në plan zemra shumë të kë komentatori Koranit. Pasi cek, rrëth kësaj flet, më hën, që vepra të këqia të i fshin se vapet e veprave të mira. Thot nuk ka diçka në shariat që vepra të këqia të i fshin se vapet e punëve të mira, për pas nëse ato arrin të një mi të rënu krejt, mi të hupë se vapet një, jo të rënujnë krejt, e që atëherë këtë e bën kufri dhe një fakë që të sek më herët. Për ndryshe të muslimani nuk rënohen punët e mira, rënohen punët e këqia me ajet kuranor. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Me të vërtetë dhe pa dëshim punët e mira të fshin të këqijat. Për atë robi që ka qenë tradita selefëve, duhet jetë edhe jona dhe në kiamet, sa herë që e vrenë se ke bërë ndonjë mëkat shpejta me pasue me ndonjë vepër të mirë. O atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Shka thana i bekuar sallallahu aleyhi wasallam, dhe pasaj të keqen me të mirë, e fshin atë.
Minimumi që u fali 2 recate namaz, dhe këte kanë konsideruar ulemat për namazeve në sünnet, mas çdo mëkati që e ke bërë, që u fali 2 recate namaz. Ose jepje një sadaka, pra bën një amel të mirë, pas një ameli të keq. Së dhe që tjetë, këto mendimet ulemave janë të ndishme dhe të frikshme. E që të qojnë një pikë, dohet kemi kujdes maksimal që amelet tona vepra të mira të ruajmë, sepse po egzistoj ka mundësia me na u paksu, me na u zhvlerësu se vapet e punëve të mira që i bëjnë, nëse përballë të mirave bojnë edhe gjënohe. Allahu na ruajt, ja Rabbel Alemin, la ilaha illallah. Me adhuru Allahun me dekada, e me ndërtu, gjitha të punë më dhatë se vapë, dhe në fund, rëmbam mi borë, rëmuj krejt një rënu, ka humbje më të madhe, ka katastrofë më të madhe, ka dzezë më të madhe që mund të godë të robin, andaj do të me mëndu këtu gjëra, këtu pasoja, dhe morë në qethë, robi, veç kur i ofrohet apo i shkon mendja me bërë ndonjë haram të madhe, Allahu na ruajt. S'mund i jep amelet e mira për amelet këqija, s'mund. Për pas që është dënimi, atje hidhrimi Zotit, po s'mund të zhvlerësoj këto amelet mira. Dua të ruaj, nashta me runë Allah atje deri në ditën e kiametit. Allah i madhruar thot në vazhdim, Inna alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun fala yaghfir Allahu lahum. Ata të cilët sikurse do me dhanë shpresë muslimanëve, që edhe nëse rënohen punë se vapet, megjithatë, përderisa jeni brenda fjalës la ilaha illallah dhe nuk bëni kufër, i mytin të Zotit s'moni me hub. Tash me na dha shpresë. Ma nalt me na shashtris për tute, me na friksu këtë me na dha shpresë një besimtarëve. A nëpse për drejtohet pa besimtarëve, por e kundërta është për neve besimtarëve. Thot Allahu, inna alladhina kafaru, ata që kanë bërë kufër, wa saddu an sabilillah, dhe kanë përguar në përhapjen e rrugës së Allahut që cek më herët. Thumma matu wa hum kuffarun, po dhe i kanë zanë vdekja duke qenë kuffar, pa besimtar. Dhe i kanë zanë vdekja, sepse nëse në pëndua, kryja mesele, pëndimi të fshin gjëna që i ka bërë, edhe luftën kundër Islamit e çdo gjë, ta fshin pëndimi. Khalid e lufta Islamin, Ikram e lufta Islamin, gjithë ata sahabë në pjesë e madhe ty në luftuan Islamin me krejt fuqinë e tyne. Por në momentin që bën musliman, shkaja e punë, harrua. Ose pasrun për gjënahë. Por fjala është nëse vdesin, për ata Allah po, nëse vdesin, thumma matu wa hum kuffarun, fala yaghfir Allahu lahum, nëse vdesin si jo musliman, nuk ka për t'i falur Allahu. Kjo është edhe një ajet, për pas shumë ajeteve tjera, të cilat tregojnë se edhe nëse musliman, pastaj del prej feje, sa do veprat mira që të ke bërë këtë dynja, ka dalë për i të ka vdek, e kanë zanë vdekja, se jo musliman, ai kur e përjet, Allah nuk ka për ta falur. Kur. Gjaj shumë të është ajetë surës Bekara, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dhe ai i cili kthehet për Islamit del në kufër për jush, për miletet për njerëzve, dhe nxan vdekja duke qenë kafir, atyre rënohen amelet e tyne të cilat i kanë bërë në dynja dhe në ahiret. O rënohen. Ata janë ashabun nar, banor të xhehenamit. Hum fiha khalidun, në të do të jenë për gjithmonë. Fund. Ndërsa ata që kanë vdekë në shirk, në përgjithësi, edhe që s'kanë qenë musliman kur, apo e në bë muslima pas të kanë dalë për feje,
është ajeti tjetër i përgjithshëm i surës An-Nisa, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk e fal shirkun dhe kufrin. Nëse ka vdekur njeri me kufër dhe me shirkën, nuk e fal. Dhe fal jashtë shirkut, çka të dën, kujt të dën. Apo që është më pak se sa shirku, e që fjala është edhe për këta musliman këtu, edhe për neve. Nëse ne vdesim me gjunahe, vogla të mëdha, pakta të shumta, pa u penduar gjithmonë, se nëse pendohemi çështë tjetër, atëherë jena në mëshirën e Allahut. Ndoshta Allahu i dënon sa të dën, e pastaj i nxjerr prej xhenemit, por ndoshta i fal te bareke ve teala dhe i fut në xhenet, e që është edhe parim i besimit e ehli sunetit dhe xhamatit. Dhe jetën e fundit, thot Allah të këtij fragmenti, wala tahinu wa tad'u ila salmi wa antum al-a'launa. Mos u tregoni të leq. E thret musliman me tregu burra, mos u tregoni të leq. E me shku me kërku jo në Mekka, në Medinë tash për muslimanët. Me kërku jo bes, arën pëshem, prej mushrikëve atje në Mekë. Kurse ju tash nuk keni pak. Nuk keni pak. Anë që halde që në ta ma shumë. Prap ju jeni dikush, edhe ju keni forcë. Pra ta thëtë Allahu, u antum al-a'laun, dhe në situatë kur jeni të fortë. Wallahu ma'akum, sepse Zoti është me ju. Ju ndihmon, ju forcon, ju ngadhnjën, ju triumfon. Mësë ngot. Pra mësit në nështra, pa besimtarëve, nga friga, nga likështia, nuk ka hapësirë që besimtarit jetë i legjik. Po, nëse muslimanët vërtet janë numër të pak dhe janë të dopt, dhe pa besimtarët janë të shumë dhe të fort, dhe prisi muslimanëve, udhëheci i tyre, kush do të qoftaj, e sheh të udhës, se është më rëndësi që ta pranojmë ne një paqe, armëpushim, marrëveshje, ta armëpushimi që se të dush, me jo muslimanët, kanë të drejtë muslimanët. Se që prej pejgamberi, sallallahu aleyhi wa sallam, kur e pranoj armëpushimin me Mekasit, me mushrikët e Mekës. Nuk e pranoj që ke i dopt, e që e tëtë, por e patë nevojshme të arsyeshme dhe urtësi të madhe dhe davete dhe ashtu doli. E pranoj marrëveshjen. Andaj ajeti ka të bëjë në rastet e caktuara. Përndryshe kur muslimanët janë të dopt dhe armikë shumë i fortë dhe prisi muslimanëve me vazhdim me hil luftën e te, ata na shkatërrojnë krejt. Na mytën muslimanët. Çka bënëm na? Zbanëm kur gjë. Shkoj e vrave 20-30, e vrajtë 50.000, 100.000, 200.000, 1 milion, sa të dusha, ose të shkatërroj krejt. Nuk ka mençeria e punë, ju njerëzit me rugjakën e muslimanëve. Dhe ja pejgamberi shambull alayhi salatu wassalam. Wallahu ma'akum wa la yatrukum a'malakum, dhe Allahu nuk ka për të humbur juve shpërblimin, sevapin, nuk ka për të paksuar të punëve të mira të cilat i bëni ju, në veçantë xhihadit, e xhihadi është puna më e madhe që bën muslimanët, e që shpërblen Allah më së shumti, andaj qëndroni si burra që ka hi muslimanëve, e shpërblimi nuk ka me ju mungu nga i madhi Allah azza wa jall. Wallahu a'lam, Zoti dhe më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.